Po çik serioze, po kur tani të flasim seriozisht se kur bëjnë gjërat pistë, detyrimisht duhen gjëra dhe serioze. Po, duhet më thonë edhe serioze. Ne jena shumë serioz me atë se çfarë bëjmë, pastaj atë se çka thuti edhe si është qëndrimi yt, e keti në dorë. Un kam atë që kam në dorë, mikrofonin. A, mikrofonin? Tha se kishe tha se kishe qeverini. Qeverin. Qose dikush do thotë që e kam në dorë qeverin, edhe vetë ai që e ka sot qeverin, edhe ai nuk është i sigurt ai ka apo jo. A këtë se dimë Te se dimë. Po kjo është ajo që është dilema më e madhe për ne do të kalojmë një temë se un po mundohem ta çoj kështu komplet atë. Merren edhe që merren. Po, ta ndryshojmë merren me gjëra pak më serioze si ta dëgjojmë një herë. Pra, sot në jetën tonë, ti vet ose në përgjithësi si e sheh, duhet ta lidh që nga ty pastaj si e sheh të përgjithshmen. Më mirë është të kesh një shok të mirë dhe jo mirë nga ana ekonomike, i varfër, apo një shok pasur që mungoj shumë gjëra tjera për të qenë njeri. Duhen të dyja. Po që duhen të dyja ajo se di a ekziston apo jo? Duhen të dyja për arsye se kohët që kanë ardhur sot, patjetër që ekzistojnë të dyja gjërat. Ekzistojnë të dyja anët e shoqërisë, si ata që janë të varfër dhe si ata që janë të pasur. Por tek tani ne duam të flasim realitetin, unë i kam të dy. I ke të dy. Do të thënë, i kam të dy palet. Po, edhe shok të mirë. Shok të mirë edhe të varfër, po kam dhe nga ata që janë të pasur, por në krahun tjetër tregojnë si të thuash pak. Mos ngjoj se mos të dëgjoj se thonë janë i thu pastaj që janë të pasur, por nuk janë shok të mirë. Jo, janë sensi pak më jo të vendosur, po e shoh. Tani kush është përgjigj më mirë ty pra, për gjëra, për nevoja që ose të gjendur më shumë pranë, ose që ti e vlerëson më shumë atë që është i pasur apo atë që është i varfër dhe është i mirë. A mund ta nis me një kundërpyetje? Po. Do bësh pyetje mua? Jo, thjesht një kundërpyetje. Me që e nxorë këtu, po ta bëj kështu. Tani, nga kemi ardhur ne? Ne kemi ardhur nga pasuria e madhe? Jo. Punojmë. Po detyrisht. Punojmë pa, ja, e pa vetë na ktheu. Ne i ktheu. Punojmë valla pra çdo ditë duke. Prandaj po themi, ne kemi ardhur të gjithë nga stresat që janë minimale. Stresat kanë qenë zero, koda e kishe për sa i përket, domethënë, ku kemi ardhur ne po fillimi i njerëzimit thuati. Jo, ne themi, po kur themi ne nga ata që kanë ardhur pasur, kanë pas familjen e pasur, ku kanë ardhur. Po tani ky brezëri është rritur edhe me telefonin në duar, me teknologji me gjitha. Po telefonin. Prandaj po themi, kështu që pjesa e ne flasim të parët tan kanë ardhur nga kushte shumë të vështira. Dhe mirë duke u rritur me këtë mentalitet që ne duhet jemi me këmbë në tokë, patjetër që jo gjithmonë na duhet për shembull ai i pasuri, sepse nuk mua s'më vlen pasuria, në aspektin personal mua s'më vlen pasuria e dikujt. Unë dua mbështet, thjesht edhe mbështetjen me fjalë. Thjesht atë mirëmëngjesi, po të jetë pa e mirëmëngjes e thjesht. Kuptoj, po vjen moment thua ke mirë, robi mirë, më thot mirëmëngjes, më vlerëson, më këshillon, më jep sugjerime, më bën jetën më të lehtë. Po vjen moment duhet ajo paraja. Duhet paraja, po duhet kur e do dikë, kur e do në sensin edhe si shok, edhe si mik, si ose mund ta konsiderosh edhe vëlla. Unë kam një shok timin që unë e konsideroj vëlla. Ka vëllezër sot nga shokët që janë vëllezër? Duhet pak kohë që ti bësh, po ka. Sa kohë, sa investim ke tek ai? Unë mund të them padyshim që ka qenë anasjell, do të thënë si nga ti. Po, ka qenë të paktën për 4 vite. Është këtu në Tiranë. Po. Aktualisht. Jam rritur me të në shkollë. Dhe në shkollën e lartë dhe patjetër pastaj mbas asaj ne vazhdojmë sot komunikim dhe unë e takoj pothuajse. Po çfarë interesi ke që ke shokun? Jemi interes du të kesh ai. Çfarë lidh domethënë? Është përveç se ose ai tek ti për shembull, e ke arritur ta kuptosh për shembull çfarë i mund të ketë. E di se çfarë unë thash që jo gjithmonë varet ajo pasuria sepse jo mund të kesh interes tjetër për shembull. Jo, përveç se anës miqësore me të, domethënë ndjehesh mirë. Ndjehem mirë, në prezencë të tij ndjehem mirë. Do të thënë mund t'i besoj gjithçka. Sepse unë e thash, jam rritur në 4 vite, unë jam rritur me të. E kuptoj. Do të thënë jam rritur, e nisim bashkë ditën, pothuajse edhe në atë çdo gjë në sensin midis shokëve e ndalim së bashku. Mes shokësh domethënë. Mes shokësh. Dhe detyrimisht pastaj kur bëjnë gjërat familjare, kthehet bëhet më. A keni bollë familjare? Familjare, në sensin kuptim. Po se jo pjesë këtyse. Jo, familjare në kuptimin që keni hyrë dalje dhe pra njiheni edhe familjarisht me prindërit e tjerë, pra nuk ka asgjë të keqe. Tani mos e bëj pjesë pyetjen. Por, a ka pasur që ti e ke larguar një shok që ke pasur shok, një njerëz që ke pasur shok? Shoqe, kam larguar. Jo, edhe këtë e ke bërë.
Sot po lufton njerëz si me bë shoqë ti thu, kam largu shoqë. Është, do them, jo në kohë të thash, paktën për mua nuk vlen ana e pasurisë. Dhe kur tjetri ta kthen anën, do të sta nuk ishte lekë. Kur kthem në anën materiale, se dakor, të gjithë kemi nevojë në një moment për ndihmë dhe unë po drejtohem ty më jep sot. Po jo më bëj. Unë drejtohem më jep sot 10.000 lekë, më jep ne apo më duhet në një moment hajtë sa të kërkoj ndihmë. Kurse pjesa e kësaj të bëj një tjetër për ne. Do të japësh atij tjetrit? Çiki unë? Jo, nesër ty. Po, ku kthen gjëra nga ana materiale? Kthen gjëra nga ana materiale dhe e thash në një moment deri këtu stop. Edhe pse kisha shumë. Mund ta thush se nuk po i përmendim emrin e personit në fjalë, por çfarë ishte për shkak që të kuptojmë edhe thelbin e gjës, ndoshta mund të ketë njerëz që lidhen dhe historitë e tyre. Që tek pjesa edhe e parave, sepse ajo ishte një nga paktën nuk kishte nevojë të kërkonte ndihmë sepse prindrit e saj e mbanin si thua në plumb të dorës. Po thjesht ishte bërë vesë saj. Thjesht e kishte bërë vesë që të qëndronte dhe të jetonte në kurrizë të tjerëve. Sot është këngëtare. Këngëtare. E kam patur në klasë. Sot është këngëtare, e kam seriozisht, sot është këngëtare. Është e muzikës popullore. Popullore. Bën lek për dasmë dhe prapë kërkote lekë. Dhe këtu e përpara Jo, nuk është ajo, jo. Merita Halili thotë, po jo, s'ka Merita Halili. S'është Merita, është. Parashikisi Magu se Jo. Atë e kanë marrë këto, e kanë marrë tjetër fondacion, ai është Blendi Fevziu në kohë me gjithë të tjetrën. Po e them shkurt, e quajnë i flasin Ela. Kaç? Ela. Ela? Është nga Korça? Jo. Andaj në jugu është, po jo nga Korça. Jo nga Korça. Kështu që mirë. Kalojmë tani, ç'a ndodhi si e kuptove dhe si a the për shkak si e largove me stil tjetër. Po vjen në një moment i thash duke i thënë që s'kam sot, s'kam nesër, jo po ti punon, jo po bën kështu, jo ti sjell. Kërkote vlera të mëdha shumë? Po gjithmonë gjendën një justifikim sepse thoshte në fakt qeran e paguanin prindrit, domethënë sa mori vetën se ti paguaj dritat dhe ujë. Edhe thoshte jo po më duhen për dritat, jo po më duhen për qeran, jo s'm dha lek prindrit, jo po domethënë shkonin ato, po tani një herë thash, një herë ne mund ta ndihmojmë se është diçka, por kur të kthehet pastaj të bëhet vesë, është prandaj jo gjithmonë. Sa kohë që e larguar, që e ke larguar? A? Është 5 vite. Po kishe 4 vjet që 1 vjet 5 vite. Jo, ne ishim që të vegjël sepse kemi qenë që nga shkolla. Që nga shkolla, thashë ishte. Që nga shkolla, jo, që nga shkolla, që nga, domethënë, pjesa e shkollës dhe u ritëm bashkë, ajo vazhdoi pasaj sepse edhe në këndim e nisi me, nuk e di se si ka dalë këngëtare. Mirë, megjithësi ne ajo këndon suksese saj dhe uroj që të shërohet nga ky vest, le të themi se edhe vestet kthehen në një. Por unë do thoya që vetëm do ta jepja një mesazh. Po, këtu dalim tani. Të bëjmë shumë kujdes në atë çfarë ne zgjedhim si pjesë të shoqërisë tonë sepse jo të gjithë janë njësoj. Sot shoqëria duhet të jetë e pastër nga të dyja ose nga të gjitha palët dhe të mos ketë çështje interesi. Dhe bi që të rish frenato, do të rish frenato, ne do të rrim të frenuar dhe të vendosim barriera midis njohjeve të reja ose shokëve njerëzve. Jo, nuk ka ndonjë çudi të madhe për të njohur një shok ose një shoqe të re, ama duhet kemi kujdes, eksperjenca e jetës ose vitet që kalojnë të japin një lloj mësimi të mirë që ne duhet bëjmë kujdes në atë çfarë zgjedhim. Po përse ne na kanë thonë gjithmonë, edhe kur jemi rritur ndërbreza është thënë ajo që zgjidhe shoku më të mirë se veten. Se kanë kaluar do funksionon më si shprehje. Nuk funksionon. Me kohë që kanë ardhur nuk funksionon më si shprehje. S'kam sot. Ka shok mirë fare thotë? Ka po janë shumë të rrallë, që duhet me kohë që kanë ardhur duhet shumë. Ti me fat që e ke atë shokun, një e kishe ti. Një po. Mjafton një sa për 1000. A ke frikë ti që mund të rrezikohet për shembull kjo shoqëria juaj, ketë probleme, krizë për shembull? Ka patur raste edhe na kanë përçarë dhe jemi sot prapë këtu. Po. Këto situatat politike për shembull, ndërkombëtare, gjeopolitike ndikojnë për marrëdhënies tuaj? As pak. Ngrohja globale këto? Jo, deri më tani e ka treguar që nuk është prishur nga asgjë pjesa e shoqërisë tonë. Po këto kërcënimet që bën ai Putin që thotë do të çojë atë bombën bërthamore, luftrat e tjera. Ai mundi bëj, ka gjërat vet pisk. Nuk ndikon fare. Po këto situata tani që në Kaliforni, Los Angeles, që kanë dalë tani ushtria, policia me migrantët që i sulmojnë i kthehen. Duhet kur gjërat bëhen pis nga të tjerët, ndoshta kemi dhe ne. Për momentin se kemi kuptuar që kemi gjërat pis. Nuk e kemi. Por tentativa për të rregulluar situatën, për ta përmirësuar, vjen edhe nga ti apo edhe nga pala tjetër? Patjetër që është e përbashkët. Nëse nuk vjen nga pala tjetër ti, nuk do e vlerësoje.
Jo, do mërzitesh besoj. Jo, nuk mërzitesha sepse unë do të bëja timin deri në fund. Unë kam bërë këtë gjë që i kam qëndruar, unë po e besoj. Unë kam një partnere. Kam partnere dhe e besoni që jam kthyer mbas 2 vite gjysmë dhe sot ka vetëm pak ditë që unë kam rregulluar sërish atë marrëdhënie. Mbas 2 vite gjysmë shkëputje. Domethënë po jo shkëputje, jo thjesht shkëputje, po zënga të vazhdueshme. Domethënë secili atë kokën e vet, e kupton që e ke ti fajin, e kam unë, është kjo gabim, është ajo. Dhe me gjithë ato oscilacionet në 2 vite gjysmë, ne sot ka filluar një bisedë njësoj si përpara 2 vite gjysmë. Po si e zbërthyt atë piskun pra? Si e zbërthyt? Pikërisht thjesht biseda. Ajo çfarë na kishte munguar. Komunikimi pra është ai që, komunikimi është çelësi i çdo marrëdhënie, çdo suksesi le të themi. Është vërtet, edhe në shoqërore, edhe në dashurisë, edhe në gjithçka, edhe në miqësore, është gjithë ajo është pjesa e komunikimit që mund ta zgjidhë. Nuk është turp që ne t'i drejtohemi dikujt ose qoftë edhe për një ndihmë me fjalë. Thjesht edhe një fjalë e tjetër, kam shpëtuar e besoni të them diçka. Kam shpëtuar sa vite keni qenë të lidhur bashkë? Që jeni investuar të kënjëri tjetrit 5 vite. Do ishin 7 e gjysmë, por që ke pas një shkëputje 2 gjysmë, tani po, jam 5. Mas 5. Njëtin mendim ke edhe ti, vlerëson edhe krau tjetër këtë gjë që u bë mirë që u e përmirësuat komunikimin dhe lidhjen tuaj. E kishim përmendur gjatë 2 viteve e gjysmë që ishim kështu zënga e si thua gricje me njëri tjetrin, që le të provojmë, le të japim një shans sepse nuk është se patëm ndonjë si thua në një prerje me thik që ose nuk ishte diçka shumë serioze. Po, nuk është se ishte thjesht për kjo agravoi dhe u fryi shumë. Dhe unë kisha folur, ajo nuk e dinte, në fakt unë kisha folur me vllajën e saj, vllai i saj jeton në Greqi, e kisha takuar këtu në Tiranë dhe ajo se dinte. Në momentin që i thash unë kam gjërat konkrete. Po. Tha po jo, si do ta zgjidhësh këtë punë shumë. Ti me foli me ty se ndryshon pak raporti. Jo, domethënë ai e dinte që ne flisnim. Po, shkujtë ai pastaj pasi ndodhi kjo ndarja? Apo shkujtë ti? I thash që këtu gjërat nuk po shkojnë ashtu siç duam, i thash, por dhe nëse gjëja shkëputet, nuk ka ndodhur asnjë lloj gjëje e keqe, thjesht një diçka normale që mund ndodhet mes dy dashuruarve. Kjo është e gjitha kjo, por a është le të themi pas 2 vitesh e gjysmë, a është po njëjta marrëdhënie, po njëjta ndjesi, po njëjta apo është bërë më e fortë, më e dobët? Si e sheh? Tani është pak është pisk ose ndërlikuar, sepse po. Tani këto gjëra që kur rikthesh sërish në ai ke besimin le të themi se është kryesore. Është pjesa e lëkundjes, nuk është ai besimi, domethënë tek të dy. Do prap kohë. Do një lloj shumë punë për ta çuar atje ku u nis. Çfarë pune? Tani s'tregojnë të gjitha. Punë do. Nuk tregojnë të gjitha. Duhet shumë punë për ta rregulluar. Faleminderit shumë për mesazhet që na dhe histori nga vetja personale, që njerëzit mos kenë ndroje, t'japim gjëra që ne na ndodhin, pse jo, se ndoshta mund të shërbim për mirë edhe për pjesën tjetër. Kjo është për të vlerësuar kjo që ti na tregove nga historitë tuaja, nga përvojat tuaja, nga eksperiencat tuaja, se kjo tregon që ndoshta edhe ato që e mendojnë pak më ndryshe, ju jeni treguar të dy tolerant, një pikë pas 2 vitesh e gjysmë. Po, 2 vite e gjysmë. Dhe keni treguar njerëzillik dhe keni shtruar, keni gjetur atë situatën tuaj pisk për ta zbërthyer dhe për të dhënë zgjidhje për të mirën e përbashkët. Është vërtet. Është një gjë, unë do thosha që sot edhe pse ka pak lëkundje te pjesa e besimit, më tepër janë shtuar ato pyetjet pse. Domethënë, pse kështu, pse ashtu, por që nuk është më ajo zënka, domethënë, ajo çfarë ndodhi në 2 vite e gjysmë nuk është. Janë ditë para, mos 2 vite e gjysmë gjërave pisk, arritën dhe si thua po i marrim pak me qetësi. Dhe ndoshta edhe telefoni në këtë moment duhet jetë rënd. Po, sepse për ta mbyllur tani me gjithë ato çka folën nuk ka lidhje me pyetjen që unë do të bëj tani. Thjesht pyetja është shumë e thjeshtë, bazike dhe shumë e natyrshme. Pse? Pse s'është edhe aq e kollajt? Varet. Jo, është pyetje thjesht nga unë, përgjigjja nuk e di, varet. Pse? Pse për çfarë? Se tani ka një pse, po ka edhe çfarë? Përse? Jo, janë dy pyetje të ndryshme, nuk bëhen. Edhe pse edhe çfarë të bëhen në një fjali pyetëse. Jo, dakord, me këtë nuk qëndroj. Ose pse ose çfarë? Po po them pse, sot do ta bëjmë me pse, nesër ndoshta bëjmë me çfarë. Pse? Do par pa kjo pjesa e kësaj pyetjes pse, se ka shumë enigma në mbrapa. Por u them që për marrë në të rësi, sepse duan
që të ndodhin. Duan që të ndodhin. Domethënë gjithë shka ndodh me këtë jetë, duhet të ndodhin. Po pse? Po, është shkruar, është shkruar për ndodhur një gjë e tillë. Si çfarë lloj gjë? Është edhe që tek martesat, që tek edhe ato zëngat që ne themi hajde se jo e kemi ne në dorë. Por do të vinë një moment që do të zihemi, do ta kemi diçka që do të gricemi me të tjerat. Kështu që janë gjëra që ndodhin, janë të shkruara. Pse duhet të shkruajmë, pse duhet të ndodhin, pse Tani, në leximet e kush i ka qef leximet, ata që zgjedhin të lexojnë kanë gjetur shkrime që edhe përpara janë thënë shumë përpara, për mos thënë para erës sonë, vite goxha përpara që këto gjëra do të ndodhin, edhe tërmetet, edhe pjesa e vulkaneve, Lufta e tretë? Lufta unë mendoj që për këtë luftën e tretë, lufta e tretë ka vite që ka ndodhur, dhe sidomos këtu në vendin tonë. ka ndodhur? Lufta e tretë? Ka nisur, ka nisur do thënë, ka nisur. Ka nisur, e di Po do pse? ketë luftë tretë apo jo? Po lufta e tretë nuk ka, ne po themi është akoma lufta e tretë, por është lufta për mbijetesë, po ku ka gjë më të rëndë për të mos kesh bukë për darkë në shtëpi. Për të mos jemi në kesh. atë pikë që Po shumica po ti shikosh tani, të hedhim një vështrim të lirë, edhe nëpërmjet kamerës, i shikonin që njerëzit belbëzojnë me vete. Ka kohë, Këtë rëko që jemi të zgjuar. Dhe nuk e mbajmë dot gjithë ato informacion që kemi dhe ja japim edhe të tjerëve. Po shikoj Vetëm e transmetojmë. se çfarë ndodhet që në fytyrat e shumë njerëzve kuptohet që ka një lloj mërzie me jetën dhe me ato çfarë ndodhet me realitetin që jemi. Sot kemi çmimet e larta dhe në fund kur shkojmë tek bankomati, sa i marrim nga bankomati e bankës, vemi çojmë i dorëzojmë aty sepse edhe në fund s'kemi asnjë. Unë për shembull kam vendosur, se thash edhe në fillim që mos merrem më me këto tema, por ti prapë orientove te kjo bisedë prapë. Po si ka mundësi më, realiteti është kjo që thoni ju, pra si është sheti në sytë tuaj që ka njerëz që belbëzojnë, flasin, ekonomia është shumë e dobët, çmimet shumë të larta, kushtet e jetesës të papërballueshme për njerëzit, për masën. Po si mundet që ky prapë të marri, ose jo ky, po kushdo nga këta, të marri kaq shumë pushtet, të qëndroj për herë të katërt. Nuk po them se krau tjetër mos keq kuptojnë për ato se kam thënë disa herë, po duket sikur po bëjmë mërzitshëm, se s'më intereson fare asnjë palë. Ndjall vafshin gjithë ato që shkatrojnë të vëmendje të njerëz. Tu jemi njësoj me pjesën e politikës, jemi njësoj. Si mundet vëlla? Si mundet që pra nuk arrit kuptoj, domethënë si mundet të njerëz shkojnë votojnë akoma? Në intervistën e kaluar unë thash që nuk ka politik. Nuk ka kundërshtar. Duke mos patur kundërshtar, është kthyer ajo koha e monizmit. Po mos e kanë bërë qëllimisht më burrë, se edhe ky kundërshtari që është i këtij, le të themi, është se ky don të jetë ai kundërshtar. Po patjetër qeveria do që të ketë kundërshtar jo të qëndrueshëm në sensin edhe inekzistent. Dhe pikërisht kundërshtarët e kësaj qeverie, duam apo s'duam ne, janë njerëz të cilët sot nuk kanë çfarë të japin. Për mos të thënë ndonjë gjë tjetër të rëndë që i dim, nuk është se po i them unë, por janë njerëz të cilët e kanë humbur besimin te qytetarët. Duke mos patur besimin te qytetarët, patjetër që kanë vetëm një zgjedhje e cila është partia ose një parti e caktuar. Por për çudi të duket që me partitë e reja që u ofruan, kjo ishte problem. Si nuk i besuan emrave të rinj, po zgjodhen sërish ata të cilët kanë vite që janë. Po ndoshta edhe këto nuk dinin të vinin tek elektorati, tek njerëzit, tek qytetarët, tek shqiptarët. Mos ndoshta e sheh edhe kështu. Ishte edhe Është edhe qasja e tyre, është qasja, tamam. Edhe qasja e shumë figurave, për shembull, mund të ishte avokati Lapaj, mund të ishte për shembull pjesë kërkojnë ndjes si e përmenda, por thjesht e kam në sensin e punës së tij, sepse janë njerëz të cilët kanë për shembull Xhirokasa ka qenë një mësuese e Partisë Demokratike, nuk doli sepse ishte deputet kryetari i Partisë Demokratike i Degës aty, i vetmi deputet që doli ishte zoti është Shehu, i cili është kryetari i Partisë Demokratike për Degën e Xhirokastrës. Votat i mblodhi është Mjeke, ndërkohë që deputet doli tjetër kush. Kjo është ajo pislliku që bëhet, pra kjo është. Prandaj thash kanë humbur këtu. Dhe po vetë njerëzit kanë faj njerëzit apo kanë faj politika me këto lojrat që bëhen këto. No, detyrimisht faji është i vetë tyre. Vetë atyre. Kanë vetë fajin politikanë. Kanë bërë në atë formë pra që ne ngadoj që të tamam, sido që të dridhemi, aty e kemi tek aty e kemi mendjen te politika, se gati do thosha një gjë tjetër. Aty e kemi. Do të përshëndes, faleminderit shumë. Ishte besoj tani duhet ma thush në fillim se bëjmë bisedë kështu jo kështu se paraqikove që në fillim, domethënë.
Si ishte gjithë biseda, intervista, kjo gjë që bësh bisedum bashk? Po, më bisedë thjesht se bën asgjë. Unë do thosha që Si? bisedë thjesht. Nuk pëlqeu? Jo, kushto s'më pëlqeu. Thash bisedë thjesht dhe unë këto pëlqej bisedën e thjesht, s'më interesoj fjalët e mëdha. Tani, nëse më kuptove çfarë thash, unë thash që pëlqej gjërat e thjeshta. Jo, se nuk para kuptoj direkt më herë të parë. Në rregull. Përshëndes, ti je mirë. Ishte